për protestën, sonte është nata 33, por që është paraprirë nga tensione të shumta dhe përplasje përpara Kuvendit të Shqipërisë gjatë seancës së sotme parlamentare. Më pas protesta është vendosur në rrugët e Tiranës dhe përpara komisariatit të policisë që vazhdon akoma, duke kërkuar lirimin e protestuesve që u shoqëruan paraditën dhe mesditën e sotme. Për protestën sot do të flasim me një mik të emisionit ton. Ai ndodhet në Gjermani, prej vitesh ku jeton dhe punon, ne kemi folur edhe përpara, zoti Petri Tafaj. Zoti Tafaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se jeta. Ju keni eksperiencën dhe që keni parë dhe faktin e studentëve të dhjetojt protestën e 35 viteve më parë, sa u bën 36 të rënjes së komunizmit. Ndërkohë që kjo po vazhdon akoma, atëherë e zgjidhen shpejt ata për 3-4 ditë. Krijuan dhe partinë, kjo varet 33 ditë. Ndërkohë që po agravon edhe me kalimin e ditëve dhe hyrjen e muajit të dytë, ka perceptuar edhe në dhunë përplasje, ka pas edhe provokime, sa edhe nga shumica. Po nuk është më një protest e qetë, paktën në momentin që është jashtë bulevardit. Pra, në moment që ka ardhur tek parlamenti, aty është tensionuar situata. I bën dëm apo i bën mirë, apo tensionet e çojnë protestën në atë hulli që do donte qeveria, pra pa shumë ide, me përplasje, pa ato pankartat dhe memet që, domethënë, ajo bëri më shumë xhiro, kurse dhuna mund edhe t'i dëmtojë ndoshta. Në fillim nga fillimi, unë faktikisht jam një nga studentët që ka marrë pjesë në demonstratat e para në dhjetor të vitit 90, biles për herë fare, kam qenë student godinës 27 të inxhinierisë, që kemi lëshuar thirrjet e para në korridorin e katlit 4 me disa shokë të mi nga Shkodra, që rrov Bushi, poshtë Gorbaçovi, poshtë Nexhmia Hoxha, që në atë kohë tani duket si qesharak, po nuk guxonte njëri, s'kishte shans të bërtisë njëri, po që këtë e bëm jo se ishim trima, por u fikën dritat dhe nuk do merresh vesh se kush bërtiste dhe kështu filloi faktikisht ato gjithë lëvizja e parë, komplet pakënaqësia e parë fare, ka filluar tek godina 27, pa ardhur gjithë ato që kemi dëgjuar pjesën tjetër të demokratëve, të ato dëshmorë të lirisë, të demokracisë, nuk ka aty ka qenë burimi, energjia kundërstare aty ka shpërthyer, kemi dalë ne që dhe studenti, kemi marrë pjesë në demonstrata, por nuk duhet ngatruar gjithsesi me ato demonstrata, proteste që bën sot janë komplet një natyre tjetër. Sigurisht atë ne e bëm, ishte një protestë për liri dhe demokraci në kuptimin e plot fjalës. Tani liri dhe demokracinë e kemi, por ne dua më shumë liri ekonomike, dua më shumë të drejta dhe dua më shumë pavarësi ekonomike dhe të mënyrën të menduarit. Këtë që pam sot ne, që shikoj çdo ditë, unë jam absolutisht kundër dhunës dhe në asnjë mënyrë nuk duhet që protestat të degradojnë, të degenerojnë në dhunë, sepse dhuna nuk është zgjidhje. Ne pretendojmë që një vend evropian që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, dhe nëse deri tani kemi patur mbështetje ndërkombëtare, ka qenë pikërisht për këtë që protestat ka qenë paqësore. Protesta paqësore që filloi dhe me një simbol shumë të bukur, edhe shembullore madje. Edhe shembullore, po dhe një simbol shumë bukur që Bashkimi i Shteteve Demokratike, Bashkimi Evropian, ju pëlqen, sidomos partive të gjebelta që bësh për mbrojtjen e ambientit. Tani po të hapësh pak ato petët e larkrohesh, po të shkosh pak më thellë, është komplet gjë tjetër, por kështu filloi me protestë mbrojtën natyrën, për mbrojtur shpendet, për mbrojtur gjithë faunë dhe florën shqiptare. Dhe kjo ishte një fabulë e bukur për të filluar, pa çka se pastaj pakënaqësia është pakënaqësi sociale, është një problem shumë i madh popullimi i popullsisë, padrejtësia, korrupsioni që ne gjithë e dimë e flasim çdo ditë në media. Por problemi është që pritej që me shpalljen e asaj platformës që krijosh një kuvend kombëtar, një qeveri, më pas e pajtimit kombëtar, të merrte hulli institucional kjo protestë. Për ju është e vonuar, pra në çfarë faze është tani? Po lind pushteti i ri apo protesta po shkon drejt kurrjes? Politika vjetër mëson një model tjetër, një politikë për të krijuar një qeveri shpëtimit kombëtar, një qeveri teknike. Këto faktikisht mund ndodhet diçka nëse vendesh direkt para luftës ose një emergjencë jashtëzakonshme.
por qeveria teknike në kushtet e demokracisë në Bashkimin Evropian dhe gjithë shtetet normale, perëndimore, kalimi i pushtetit bëhet nga njëra dorë në dorën tjetër, sepse zgjedhjet janë të ndershme dhe zgjedhjet janë të drejta. Domethënë është normale të humbësh në demokraci. S'ka absolutisht asgjë anormale, por me që Shqipëri merret me dhunë dhe lëshohet me dhunë, ky është edhe ndryshimi i madh që ndodh, domethënë në kalimin e pushtetit. Kjo tani po shikohet se edhe Bashkimi Evropian nga po kupton që nuk është vetëm kjo faktikisht që protestat kanë qenë për mbrojtjen e natyrës dhe të mbrojtjes faunës dhe florës dhe të drejta të njerëzit në përgjithësi. Ato kanë parë që problemet janë shumë më thella, probleme sociale, çështja e ekzistencës së shtetit ligjor, çështja e drejtës fjalës në parlament, janë shumë tema tjera, por këto duan shumë kohë të analizosh. Por megjithatë pritej fakt që është e vërteta edhe një mbështetje nga protestuesit, i kanë bërë të sot thirrje ambasadës amerikane, Bashkimit Evropian. Ju jeni në Gjermani, tani mbështetja vetëm nga eurodeputetët apo mund të shkojë edhe më lart? Unë kam mendimin tim personal, jam edhe unë profesor si një pjesë të diasporës, të shqiptarëve që janë këtu. Madje jeni angazhuar politikisht edhe atje në mos gaboj me CDU. Jam i angazhuar, kam shumë vite që jam angazhuar në CDU. Kam qenë zgjedhur her pas here në Këshillin Bashkiak, në kryesinë e CDU-s, po këto zgjedhjet janë demokratike, jo gjithmonë fiton. Edhe këto njëri do të mësosh me atë që gëzosh që po fiton, por mund të qelloj që herën tjetër nuk fiton më. Tani të cilësojmë si politikan gjerman apo? Kurdo? Ju cilësojmë si politikan gjerman, them, se duke qenë se jeni angazhuar dhe me CDU-n aty. CDU-n. Po politikan gjerman normalisht është gjë e thjeshtë, politikan këtu është gjë e thjeshtë, po jam me CDU-n dhe jam shumë angazhuar me komunitetin gjerman, këtu jam angazhuar me politikën gjermane këtu, ka sigurisht që jam angazhuar me politikë në Stuttgart. Kam qenë her pas here dhe antar i Komisionit për Politikën e Jashtme edhe antar i Komisionit të Mbrojtjes në Stuttgart. Këto bëj për politika është pasioni im, por është pasion gjerman, sepse nuk e kthe dot politikën në pasion shqiptar. Dhe ta kisha pra të që folim çfarë që demonstruesit, unë shikoj pak më ndryshe. Është gjë shumë e mirë, mrekullueshme që shqiptarët do ngriten, do krijojnë një protestë të tillë, por kjo protesta ka përbën shumë përbërës brenda, kështu që duhet ta kuptojmë qartë, se unë kuptoj për veten time që në protestë marrin pjesë komplet spektri politik. Protestuesit janë njerëz që janë të pakënaqur, se thjesht do të shprehin pakënaqësinë ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj qeverie, ndaj Edi Ramës, ndaj komplet politikës tani. Po kjo nuk do të thotë që populli është një mendimi dhe do të krijojë një rrymë të re politike. Mbase del, unë nuk është se kam përvojë me këtë punë, dhe suponemi janë gjithë shqiptarë që nuk është se kanë përvojë me një protestë të tillë dhe për ta ditur se cili që del apo s'del. Po unë besoj që me shumica e njerëzve janë ose apartjak, ose janë të majtë, ose të djathtë, ose edhe kanë mbështetur, do jetë shumë vështirë të krijosh një parti mes këtyre njerëzve. Po do rezultonte pozitive nëse do krijosh një parti politike, por do kishte mbështetje masive në këtë moment, sepse protesta mbështetet nga një pjesë e mirë e shoqërisë. E heshtur me zë pa zë në shesh nga jashtë Shqipërisë brenda, por kjo mund të përkthejë në votë nëse do krijosh një parti politike. Nuk besoj sepse edhe elektorati në 92-shin që vërtet në zgjedhjet e para regjimi ra po fitoi PPSH-ja, kush ishte atëherë? Po, Partia e Punës. Më vonë Partia Socialiste. Çështja është që unë faktikisht mendoj që Shqipëria pas disa kohësh do jetë në det, si më thonë, do jemi në det hapur, sepse autoriteti i qeverisë shqiptare dhe i politikës shqiptare të shumicës ka rënë. Për shkak të shumë skandaleve, për shumë njerëzve që janë të urryer tash me politikën të urryer, por edhe mungesa e shpresës për opozitën, sepse edhe opozita, sipas opinionit të njerëzve, opozita bashkëpunon fshehurëzi me pushtetin. Pra qeveri shumicë nuk ka besueshmëri në popull, opozita nuk ka besueshmëri në popull. Protesta nuk është se ka një autoritet, një komision drejtues, njerëz që janë të autorizuar nga populli, dhe kemi një problem tjetër akoma më të madh që thjesht dolëm protestojmë ne dhe fitojmë
nuk do të thotë që ne jemi automatikisht të gatshëm të marrim pushtetin ose na atakon pushteti, për arsye se pushteti kalohet me votë. Ai që mund të bëjë Rama, nëse edhe qeveria socialiste, është që në radhë pasi shenjë pozitive për të mirën e shqiptarëve, duhet që të hiqte imunitetin e gjithë deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë. Unë e di që është rast ideal, që nuk e bën, por kjo ishte një shenjë e mirë për të thënë që shikon, nuk kemi çfarë për të fshehur, pastaj një shenjë tjetër, hajde të bëjmë zgjedhje të reja. Po, në këtë zgjedhje prap ai do fitonte, siç po e tham pak më lart. Fakti që s'ka kjo është e keqja e kësaj pune, sepse pandej thash ne jemi në det hapur. Shqiptarët, populli shqiptar sot është në det hapur, nuk ka pikë orientimi. Sot nuk e di nga është lindja, nga është perëndimi, nuk i shikojnë më koordinatat, sepse thash që qeveri dhe autoritet të shumicës nuk kemi, të opozitës nuk kemi. Protesta është një konglomerat, njerëz të pakënaqur që dalin, që bëjnë shumë mirë, thrasin, bërtasin për të drejtat e tyre, por edhe artikullimi i kërkesave ka qenë i drejtë, por çështja është në datë parë pretendojnë shumë grupe që janë ato organizatorët, dhe edhe sikur ta marr mundimin dikush të protestojë ose vetëm thjesht ai zotëria që lexoi pikat e kërkesës, ju shikoni se si po e denigrojnë, si po e sulmojnë. Çudia më e madhe është shumica ose kjo parti me që është në pikë të hallit, dikush thotë që janë spion të Iranit, dikush të Serbisë, dikush të Greqisë, dikush të Italisë, kështu që edhe Rama kuptoi që në pikë të hallit, që ne mund të shkon deg me fantazia të shkon kaq larg sa thotë që shqiptarët po protestojnë nga inati kundër Trumpit. Edhe vetë politikanë shqiptarë më duket pak fodull që quajnë kthejnë Shqipërinë si vend një arenë politike të rëndësishme, sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndikohen ose ne ndikojmë politikën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, më duket diçka shumë larg, jo reale, po çfarë nuk dëgjon domethënë, sidomos ajo që e pash sot që zoti Balla po thuaj se luajti rolin e komandantit policisë për të sulmuar protestuesit, që policia u ankuaj që policia s'po bën punën, s'po ka këtë kriminal, janë ca kokë pa lartë, ca shulca që duke sharë protestuesit, kjo tregon mjerimin e tij sepse protestuesit e kanë në drejtë atyre legjitime që të protestojnë. Nëse presidenti Pordo nuk shkatrua, po nuk kthyen dhunë, pse të mos përshëndetshë ai kushtetuta këtë drejtë. Nuk mora një përgjigje për atë që presin një pjesë e protestuesve. Pra, ju mendoni si përfundim se do të ketë një reagim më të fortë nga ndërkombëtarët apo duhet ta zgjidhin gjithçka vetëm mes tyre shqiptarët? Unë besoj që ndërkombëtarët po punojnë, motorët e tyre nuk ju dëgjohet zhurma, por ndërkombëtarët po punojnë. Po dhe çështja e bindjes që kryeministrit dhe qeverisë është një proces që po ecën nga dal dhe edhe kushtet, edhe presioni shkon duke ushtuar, sepse nuk është se ato u thon fjalën e fundit, por ju e pa që edhe pjesëvajsuesit e opozitës kanë vizituar perëndimin para pak vitesh, kështu që ju është thënë tekst janë kanë biseduar me tekst qartë që ju kanë thënë se çfarë mund të bëjnë, jo duhet bëjnë, por mund të bëjnë, përndryshe sigurisht e sanksionet do vazhdojnë nga dal. Por ne nuk duhet ta ngatrojmë, siç të themi fillim që tham, qeveria e shpëtimit kombëtar ta çojmë patjetër në buzë greminës shtetin që kemi masa të jashtëzakonshme, kështu që duhet që Rama dhe qeveria të tregojnë vërtet që është kohëve qeveria 2006-s që mund të bëjë kompromise, sepse siç thotë Rama që nuk kam 856.000 ca vota, nëse me të vërtetë ja kanë dhënë, po të isha unë direkt isha për zgjedhje prap. Se të mos bëjmë, nëse unë kam sigurt të vota. Po këtu i hin frika dhe ka mundësi të mos i ketë pas vetat e prandaj. Po ju e besoni me të vërtetë që mund të ketë një zarf të zi në mënyrë simbolike mbi tryezën e kryeministrit tek ajo që thatë që mund të ketë sanksione nëse Rama nuk lëviz? Besoj që nga të zarf të zi, nuk e di ka apo jo, po besoj që sigurisht që ato unë di këtë që në Parlamentin Evropian janë mbledhur disa njerëz që janë kompetentë, komisioneve që janë kompetentë për Shqipërinë, që raportojnë për Shqipërinë, edhe ju ka shkaktuar dhimbje koke çështja e protestave në Shqipëri, edhe unë kam intensifikuar vetë kontaktet me eurodeputet, edhe të Bundestagut, lidhe me mbështetjen e protestave në Shqipëri. Çfarë thonë deputetët e Bundestagut atje?
Sepse zëvendësi si Ministrisë së Jashtme pak ditë më parë tha që është çështje e brendshme. Sigurisht po. Gjithë është e vërtetë, po dhe në fakt ishte çështje e brendshme e Shqipërisë është kjo. Ne duhet nuk duhet jemi vend e ambasadave, do të jemi të vërtetë akoma do të vetë ndërgjegjësohemi ne që çdo konflikt që kemi me gjetën prap vetë do ta zgjidhim problemin. Po ndoshta nga që edhe në 90-ën nuk e zgjidhen plotësisht vetë, i bie që ta çojmë deri në fund tani atëherë. Po jo, në 90 tani unë nuk bëj dot paralele faktikisht, nuk tregj dot paralele, se arrishin komplet rrethana ndryshme, por ne si shqiptarë jemi mësuar me që jemi komb i vogël, jemi qeveri shumë përgjithësi kanë qenë qeveri shqiptare, jo shumë pro-shqiptare, po të kthehemi te këto që Parlamenti Evropian dhe gjithë Komisioni Politike i Parlamentit Evropian, gjithë po mendojnë se si duhet ta mbështesim Shqipërinë, po ajo që di të them është që me gjithë deputetët e Parlamentit po kanë pasur kontakt janë në krahun e protestuesve, në krahun e qytetarit. Disa dhe kanë ardhur, po në përgjithësi kanë ardhur këto të partive gjelbërta ose të fraksionit partive gjelbërta, sepse ju thash që kjo pëlqen dhe Europës faktikisht, është një shumë e bukur për europianët që besojnë me të vërtetë që në Shqipëri ngrihen njerëz janë kaq të emancipuar, janë kaq shumë europianë sa që ngrihen për të mbrojtur pelikanët. Zoti Tafaj, çfarë do ta bënte për shembull, marrim një situatë të kancelarin Merz që të reagonte për situatën në Shqipëri? Çfarë duhet ndodhte? Besoj që është kancelari Merz është shumë serioz dhe shumë i madh për të hyrë për të marrë me këto çështje në Shqipërisë në këtë nivel. Ai merret sigurisht, po këtë çështje i rregullon nëpërmjet këshilltarëve të tij. Po, e kam fjalën çfarë do ta bënte këtu, çfarë do ndodh këtu që mund të reagonte ai atje. Në qoftë se Shqipëria shkon në prag një lufte civile, sigurisht që do ndërhynte, se atëherë do jetë dëgjonte me grusht tavolinë, se çfarë po ndodh këtu, po kaq besoj ta lënë, sepse është një bashkim evropian i tërë që e ka detyrën fundfundit se bashkimi evropian jo Gjermanisë, ose Parlamenti Gjerman, kuptohet Gjerman ka një pjesë më të rëndësishme, se ka numrin më të madh deputetëve, që bëhet në raport me numrin e popullsisë, por që nuk besoj që në publikisht kishte shenja ose biseda të tilla që ne ta dëgjonim, ta merrnim me siç apo flitet. Zoti Tafaj, në datë 4 presim diasporën sipas protestuesve që të vinë një valë të dytë si ajo e shtunës së para 2 javëve. Mendoni që mund të ketë të njëjtin masivitet, por duke nisur edhe nga vetja, ju do jeni pjesëmarrës? Patjetër, do jem vonë patjetër. Do jem në Shqipëri vetëm për protestë, sigurisht unë dhe shumë miq dhe shokët e mi të komunitetit shqiptar këtu të rajonit tim. Dhe jemi të lidhur edhe me shqiptarë që jetojnë në Angli, në Francë, dhe nga Londra do nisen prapë shqiptarë. Do nisen shumica vinë me avion, por të ketë nisi një autokorse simbolike që do nisin atje duke u bashkuar, duke u shumuar me shqiptare që duke ardhur në shtete ndryshme duke u bashkuar për të mbritur në Shqipëri. Këto janë gjëra shenja pozitive, shenja të mira, por në rezultatin e protestës nuk besoj të kenë ndikim shumë madh. Diaspora e mbështet fuqishëm, po shifet tani që diaspora mbështet fuqishëm. Edhe unë faktikisht jam i mendimit që nëse do ketë zgjidhje në Shqipëri, zgjidhja duhet vi nga diaspora. Sigurisht ato brenda ka faktor i brendshëm shumë i rëndësishëm, por dhe shqiptarët, nuk është se diaspora e ikur nga 200 vjet edhe që miq që më kanë mësuar shqip, ne jemi diaspora ikur që vim çdo fundjavë në Shqipëri me 70 euro, që nuk është fjala tamam me sakt që diaspora se kur kemi vite jemi shkuar bëjmë për atë dheun. Më thonë, ne nuk jemi shkuar faktikisht nga Shqipëria dhe çdo shqiptar që njoh. Ky termi shkon për shqiptarët e Shtetit e Bashkuara, distanca. Diaspora është edhe sidomos para shumë viteve që edhe në kohën e diktaturës ose pjesa e kosovarëve të ikur i thonin diaspora, po këtu janë shqiptarë, janë mjek, janë inxhinier, janë njerëz që vinë shpesh në Shqipëri dhe që pothuajse kanë si për fundjavë pushime. Nëse ju ikni me pushime diku tjetër jashtë Shqipërisë, ne vim me pushime në Shqipëri, kështu që po si do qoftë zgjidhja do të vi nga diaspora, ma merr mendja mua që sepse shumica e njerëzve që jetojnë këtu, ato që kanë më shumë kohë, të mi po këto që vinë 3-4 vjet e fundit, këto që janë me familje, fëmijët e tyre janë shkolluar këtu, flasin shumë gjuhë të huaja, janë njerëz të integruar, ka dhe shumë shqiptarë zot në komunitetin ku jam unë, ka dhe shumë shqiptarë zot janë me të vërtetë janë për tu admiruar për
inteligjencës që kanë, për aftësinë në profesionin e tyre, dhe unë them që përdesa shqiptarë gjithë botën konkurrojnë mes popujve të mëdhej, se nuk mund të konkurrojnë Shqipëri. Nuk është për keq, për ta marrë për të keq se erdhen këto nga jashtë na drejtojnë, por mentaliteti i punës, korrektesës, qëndrimi ndaj pronës, ndaj drejtësisë është komplet ndryshe. Domethënë, unë kur kam marrë kam shumë 30 sa vite këtu, edhe thjesht për çish pa radhë këtu, ndihesh jashtëzakonisht keq. Bësh një veprim elementar ta bësh jashtë radhës, ndihesh jashtëzakonisht keq. Të bëjnë të tjerë që të ndihesh keq. Jo të shkoj menja të bësh korrupsion ose të bësh kështu që sigurisht je shumë elementare. Pastaj unë për shembull kam dhe në rastin tim, unë kam punuar shumë vite si përkthyes dhe sistemin e drejtësisë dhe kam përvojë pafund. Vendime gjykate, procedurë ndjekje penale nga policia, nga prokuroria, kam shkoj shpesh në burg. Edhe sot kam qenë në burg, ju po kthej shqiptarëve, më paguon shteti, kuptohet e gjykata. Kam i përvojë shumë madhe, kështu që ai nocioni i drejtësisë këtu është absolutisht tjetër nga ajo që bëhet në Shqipëri. Zoti Tafaj, me që dollet e drejtësia për ta mbyllur me këtë, a dështoi SPAK-u për ta ndëruar këtë klasë politike? Akoma, besoj ka dhe pak kohë SPAK-u për të thënë që ka dështuar, po sigurisht ato që janë SPAK, ata janë shqiptar, dhe çdo shqiptar është i ndikueshëm. Besoj që po punojnë më shumë, ndoshta mund ta kenë nga kontrolli për njëri tjetrin, por që aty është mentaliteti është i njëjtë, punon prokurori, punon president, punon kryeministër, aty janë. Unë nuk besoj që ka dështuar, duhet besoj që SPAK-u po e bën punën, sigurisht edhe shumë i ngarkuar dhe them që qeveria shqiptare duhet në fundit ta shpallë të pavarur SPAK-un, sepse duhet të jetë pavarur financiarisht, prokurorët duhet të kenë mbrojtje nga shteti, jeta fizike e tyre të mbrojtur dhe familjet e tyre, duhet paguhen mirë dhe duhet të lënë për të paguar, duket se janë të parat në rajon, në mos gaboj, po. Rëndësi ka që neve ja vlen më shumë fitim kemi që ato i paguajnë mirë dhe thot miliarda tjera që na janë marrë, na janë vjedhur, na kthehen mbrapsht. Kështu që nuk e gjen gjë Shqipërinë që paguajnë mirë prokurorët, sikur dhe të jetojnë në vilat ju japësh, ato ja vlen sepse në fund ja vlen se çmimi më i lartë është drejtësia, nuk është paraja. Duhet vend drejtësi. Dhe sidomos do të fillojnë nga politikanët, po është ajo drejta e parlamentit, drejtën ligjore që kanë deputetët, që asnjë deputet nuk sharron në degën kur është ulur ose në karrim kur është ulur, kjo është normale. Ajo që thash shqiptarë që po donte Edi Rama të tregonte shenjën e mirë të një politikani të pakorruptuar, nëse pa korruptuar, le të heq, që të lidhet parlamenti, të heqë imunitetin për gjithë 140 deputet janë pa imunitet, pse do të ketë frikë nga populli. Atëherë dhe populli mbas edhe s'do kishte kërkuar me këtë ritëm, me këtë ngulm dorëheqjen e Edi Ramës. Po mos ketë balinë balloku imunitet, se do luftojmë edhe me prokuroria, dalë gjyq, dele pa fashme, ku është kemi probleme atë punë. Nëse dele fashme, do shkoj burg. Kështu që këtu fillon puna tek ajo fshehja, ata kanë bërë si fortifikim parlamentin, mandatin e deputetit, që në asnjë mënyrë nuk duhet ta lëshojnë, sepse ato dinë që kanë shumë afera dhe kanë shumë kufoma në Bodrum, që i thonë që i kanë fshehur dhe në asnjë me çdo kusht do t'i mbrojnë, janë gati ta shemin shtëpinë vetëm që mos çojnë në Bodrum se çfarë kanë bërë. Besoj që nëse do kenë ndryshim ligjor, kushtetues ose zgjedhje të reja që të vinë me vërtet një qeveri korrekte europiane, do shikojmë si çështjen e remedjet, do kemi shumë erion atje që do i shikojmë televizor çdo natë. Me sa diun, me sa kam lexuar, se kam dëgjuar që një pjesë e mirë e bregdetit shqiptar është shitur tashme, projektet janë bërë dhe për 10 vite të ardhshme, kështu që keni fjalën për librin Albanian Files? Nuk kam për Albanian Files, po edhe ato që shenjat që kanë qenë përpara, më një pjesë e mirë është shitur ka vite ose është dukur shitur tani në prapashtjen, kështu që marrëveshje që bën shteti nuk është kaq fillë ta ç'bësh. Nuk është e vërtetë që thonë njerëzit e çojmë gjyqje me këtë, sepse në fund qeveria është legjitime, nëse qeveria bën një marrëveshje me një privat, ndyshe po të hedh gjyq mund t'ja marrësh me forcë ti, po çdo gjykatar ndërkombëtar do jetë të drejtë aty, sepse shteti ka qenë legjitim. Është qeveria e zgjedhur. Zoti Tafaj,
do ta mbyllim me atë që ju thatë pak më lart me shprehjen që nga drejtësia fillon çdo gjë, edhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Ajo është thelbi ndoshta që ne kemi ardhur edhe në këtë situatë që ndodhet sot në sheshje dhe protesta. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Gjermanët ka një shprehje që thonë nuk ka krim sofistikuar, por ka drejtësi dobët. Ndoshta kjo e dyta atëherë ka çaluar këtu tek ne. Të falenderoj për bisedën. Ju në Tiranë.